Gazetari Elton Qyno ka reaguar mbi vendimin e gjykatës kushtetuese e cila pasditën e djeshme i dha atij të drejtën në betejën ligjore me prokurorinë e posaçme për mbrojtjen e burimit të informacioneve. Postimi i plot i gazetarit pas 495 ditë betejë për mbrojtjen e profesionit të gazetarit dhe burimeve gazetareske, më në fund, më 22 prill 2025, 8 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, përmes një vendimi unanim 8-0, vendosën të certifikojnë antikushtetueshmërinë e gjithë veprimeve që kanë kryer prokurorët e SPAK, gjyqtarët dhe oficerët e BKH-s që janë marrë me dosjen time. Ishte dhe vijon të jetë për mua një periudhë jo e mirë që më hoqi totalisht vëmendjen time nga krijimtaria profesionale, pasi i gjithë fokusimi u përqendrua në kalvarin ligjor të seancave gjyqësore, ku më duhet të mbroj veten dhe profesionin me një palë jo të lehtë për ta kundërshtuar. E gjithë farsa e pseudohetimit hapur nga SPAK në 12 dhjetor 2023 tashmë është antikushtetuese dhe të gjitha veprimet e kryera nga SPAK me qëllim zbulimin e burimeve të një gazetari 20 vjet në treg janë nul dhe të papërdorshme. Për 495 ditë, SPAK sot nuk është në gjendje t'i thot vetvetes dhe shqiptarve, por edhe ndërkombëtarve, se kush është njeriu brenda radhëve të tyre që nxori materialet sekrete Sky, një hetim që fillimisht nisi si vorbull brenda një teke rakie dhe vijoi në rrëmbimin dhe masakrimin e të gjithë punës kërkimore të gazetarit, e duke përfunduar me shprehjen se gazetari duke raportuar për krimin, bëri krim. Përveç raportimit të drejtë dhe profesional, unë s'kam kryer asnjë krim tjetër. Nëse quhet krim për një gazetar kronike se jep një vendim kritik apo sjell në publik detaje dhe fakte të vërteta nga dosjet hetimore që kanë në gjykim SPAK apo qoftë edhe prokurori të tjera, atëherë duhet ta pranojmë se jetojmë në kohën e Koçixhoxhës dhe jo në kohën kur trumbetohet liria e shprehjes dhe aderimi në BE. Na thoni që jetojmë në epokën e Koçixhoxhës dhe unë, por as kolegët e mi, nuk flasim. Vetëm Koçixhoxha është marrë me arrestime për ndjekje gazetarësh, arrestimi i Petro Markos e të tjerë. Nuk mund të përdoret vula e SPAK si snajper për të goditur zëra kritik dhe raportues. I gjithë sulmi i SPAK fillimisht u përqendrua mbi mua dhe i vetmi që e pësoj në këtë histori jam unë dhe familja ime. Rezultati 1-0 me bisht. Përkundrazi, pas 10 muaj përsëritën të njëjtën fabul me kontrolle dhe sekuestrime, por këtë herë duke më vendosur në hetim për korrupsion pasiv në sektorin privat, të cilën ja shfuqizoi gjykata e apelit. Sot realisht, e ndjej që të falenderoj me zemër të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese që morën një vendim të drejtë për mbrojtjen e profesionit të gazetarit, mbrojtjen e burimeve dhe mbrojtjen e lirisë së raportimit. Është një fitore për gjithë komunitetin e gazetarëve në Shqipëri, e veçanërisht për gazetarët e Kronikës së Zezë dhe Hulumtues. Është një vendim i gatshëm për leksion gazetarie. E ndjej të falenderoj me zemër avokatët e mi, Dorian Matlia i Qendrës Respublika, Arben Langozi i Studios Jurisprudenca, ekspertin ligjor për drejtën ndërkombëtare Teo, që mbrojtën me fanatizëm këtë çështje në të gjitha nivelet e gjyqësorit shqiptar e deri në Komitetin e të Drejtave të Njerëzit, në OKB. Ishin këshilltarët më të mirë për të ruajtur qetësinë time. E ndjej të falenderoj me zemër të gjithë ata kolegë që kur nuk më lanë balt, nuk më diferencuan dhe mbrojtën publikisht dhe kudo çështjen time, sikur të ishte i njëjti standard për veten e tyre. Flamur Vezaj, Anila Hoxha, Bleriana Bino, Plutura Kusari, Poli Hoxha, Artan Hoxha, Antona Bilekaj, Aleksandër Çipa, Fiola Graçi, Leonard Bakillari, Adriatik Doçi, Spartak Koka, Fation Gjinaj, Sokol Çobo, Edison Vatnikaj dhe shumë të tjerë. Njëherë është ndjej detyrim të falenderoj të gjithë ata prokurorë në SPAK, gjyqtar në gjykatë dhe prokuroritë e rretheve, që nuk shkëputën asnjë moment komunikimin me mua, duke më dhënë mbështetje dhe këshilluar për rrugën ligjore.